I dyshuari Naser Eshrefi ka vrarë të ndjerin Angel Petkovski në vetëmbrojtje. Ky është verzioni i avokatit të mbrojtës të Eshrefit, Rubin Dvojakov, dhënë të përditshme Skoha. Këto të dhëna ai dëshmon edhe me dhunën fizike ushtruar ndaj të dyshuarit, që ja kanë shkaktuar viktima dhe babai i tij. Madje thika e përdorur gjatë krimit i takon viktimës Angel Petkovski, i cili ka përdorur atë ndaj Naserit, thot avokati. Naseri në vetëmbrojtje ka arritur t'ia rrëmbej thikën dhe e ka goditur me të, ka deklaruar avokati duke sqaruar më tej se i dyshuari pas këtij akti është fshehur në një shtëpi aty afër dhe i është dorëzuar policisë kur ajo ka arritur në vendin e ngjarjes. Për vdekjen e Angelit, i ndaluari nga policia Naseri ka mësuar më vonë përmes avokatit të tij. Ekipi i televizionit Alsat sot vizitoi fshatin Gërçecë dhe banesën e Naser Eshrefit, por familjarët nuk lejuan xhirimin. Ata nuk dëshirojnë të komentojnë rastin në fjalë derisa të fillojë procedura gjyqësore. Familjarët nuk dhanë informata shtesë përveç faktit të njoftimit nga avokati se Naseri ka vepruar në vetëmbrojtje dhe në trup ka shenja dhune të cilat janë të dokumentuara.